Shqipdon Gabrica, që ankohet se u sulmua nga vllai i komandantit të stacionit policor në Lipjan, thotë se policia i ka kërkuar të mos e bëjë të madhe këtë ngjarje. Sipas Gabricës, sulmi ndaj tij nga Naser Kaqara ndodhi para disa ditësh në fshatin Gadime të Lipjanit. Gabrica tregoi për kallxo.com se u sulmua me gur dhe më pas edhe fizikisht nga Kaqara, vetëm pse po kalonte nëpër një rrugicë me bakti, nëpër të cilën Kaqara i kishte thënë se lejonte të kalojnë vetëm ata që donte. Po dalaj me kertë mbrapa dhe po shpështetet për na këshir për kerri, kur afron dikon një tazmeta e nxehur stupsin për kerrit edhe afronim nga na tha për i natë sane edhe ngojtë mu ngodit mu në kokë, po une ika nga brapa edhe... A të ka godit me... Po më ka godit që të më ka ronë dorë, amo... A ke lajmëru rastin për to që atë ka ndorë? Po, këmë lajmëru polici. Naser Kaqara është vëllai i Mer Kaqarës, komandantit të stacionit policor në Lipjan. Sipas Gabricës, komandanti i Mer Kaqara ishte i pranishëm kur kishte ndodhur sulmi. Përmes telefonit kallxo.com kontaktoi me Mer Kaqarën, i cili nuk deshi të komentonte rastin, ndërsa kontakti me Naser Kaqarën ishte i pamundur, pasi që i akuzuari për sulm nga Gabrica nuk ishte në shtëpi kur u vizitua nga ekipi kallxo.com dhe më pas nuk e hapte telefonin. Shqipdon Gabrica tregoi habitur se policia i kërkoi ta minimizonte këtë rast. Polis ma bëshim më se bën e fort mollë, se ku ka diçka, shkoni tha një herë në emergjencë, pa shku në emergjencë, tha s'm bëjmë kur gjë. Kallxo.com kontaktoi policinë e Kosovës për ta pyetur rreth sulmit ndaj Gabricës. Flori Ahmeti, zëdhënëse e policisë në rajonin e Prishtinës, tha se rasti është hapur për lëndim të lehtë trupor, ndërsa i dyshuari është NK. Edhe pse nuk beson që do të hetohet sulmi ndaj tij, Gabrica tha se ka marrë një shkresë nga inspektorati policor. Edhe nuk di, ndoket çdo me tu heq rastin, ne kanë edhe inspektoratin anku. Çfarë ju kanë thonë inspektorati? Që portit e poshtë më kishin pru një letër që u shku edhe atje fare në drejtorinë e policisë u shku për inspektoratit për marrë vendime se është. Kallxo.com e ka pyetur inspektoratin policor të Kosovës përmes postës elektronike se a është duke u hetuar komandanti i stacionit policor në Lipjan, Mer Kaqara. Inspektorati është përgjigjur se ankesa Shqipdon Gabricës po hetohet nga ky institucion. Ju njoftoj se Inspektorati Policor i Kosovës, Departamenti për Shqyrtimin dhe Menaxhimin e ankesave, ka pranuar një ankesë nga qytetari Shqipdon Gabrica, e cila ankesë është dërguar për hetim disiplinor në Drejtorinë e Standardeve Profesionale.